pikërisht atëherë kur ishim përbashkë për të luftuar me Xhirenin, por tani... Kjo nuk është as pak e mirë. Kështu ata do të fitojnë konkursin para syve ta. Jo vetëm Xhireni, por tani edhe vrulli i topos duhet ndalur patjetër, ose për ndryshe gjërat kanë për të shkuar shumë keq. Vegeta, ti mund t'ja dalësh man! Lagrima finale! Shkatërim! Ti nuk do të arrish të më mundësh mua me energjinë e shkatërimit! Kjo është e gjithë fuqia jote e madhe që ke për të dhënë? I nuk mund të më mposhtësh mua. Nuk ke për të më mundur kur! Pra kjo na qenë ka fuqia e tij e vrrullshme si një zot. Për të marrë sferat e dragojit super dhe për të mbajtur premtimin që i kam dhënë kapës, unë nuk duhet të humbas këtu. Çfarë? A është vërtet i njëjti tip ai? Nuk në gjanë fare me atë që ishte pak më parë. Pas atyre fjalëve për drejtësinë, tani vjen e flet në emër të shkatërimit? Ky është goxha ndryshimi madh. Nëse drejtësia nuk mundet të mbrojë universin ton, atëherë është e kot. Një premtim i disa janëve? E lutem, as më bëj të qesh. I nuk e për të më mundur mua. Për sa kohë thua gjëra qesharakje si këto. Unë kam për të mbjetuar me çdo kusht. Deri në fund do të shkoj. Dhe do të heq qafe të gjitha ata që duhet. Ja, ik prej aty me njerë, Vegeta! Universi shta